Andon të përshëndes, nëse mund të bësh një përmbledhje të ecurisë, si janë edhe rezultatet deri më tani? Po, kanë mbetur edhe vetëm 1100 zarfet e fundit të ardhura nga Greqia për të numëruar, pra vijon odisea e numërimit të votave nga Greqia, as zhbllokimi i këtyre kutive nuk ka, le ta themi, nuk ka përshpejtuar procesin dhe jemi tash me një javë nga dita e zgjedhjeve dhe ende procesi ka ngecur tek numërimi i votave nga Greqia, që po vijon në 5 qarqe, pra 1100 zarfet e fundit janë të shpërndara në 5 qarqe, në Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Elbasan dhe Berat, ndërsa 6 qarqe të tjera kanë përfunduar tashmë procesin e numërimit të votave nga Greqia dhe kanë hyrë në fazën e numërimit të votave të kandidatëve. Ato janë Kuksi, Durrësi, Tirana, Shkodra, Dibra dhe Lezhë. Kuksi është qarku i parë në fakt që ka përfunduar gjithë numërimin, qoftë të votave nga Greqia për partitë politike, qoftë edhe të kandidatëve. Aty ku dha edhe efekti i parë i votave të diasporës për votën preferenciale dhe deputeti Jusuf Çela ja doli që të përmbys rezultatin ndaj Shkëlqim Sheut dhe të tashmë të siguroj mandatin e deputetit. Megjithatë, vijon ende procesi numërimit të votave për kandidat preferencial në Durrës, Tiranë, Shkodër, Fier, Lezhë dhe Dibër dhe ka një garë mjaft të fortë në Tiranë për mandatin e 18 dhe të 19 sa i përket votës preferenciale në listë të hapur. Për mandatin e 18 që i përket një gruaje, kryeson Olta Xhaçka fal votave të diasporës me 2 vota më shumë se kolegja e saj socialiste Blerina Gjylameti, ndërsa për mandatin e 19 që i takon një burri, Ornaldo Rakipi vijon diferencën prej 290 votash me kolegun Xhemal Qefalia. Nga Partia Demokratike kryeson Ilir Ali Mehmeti në raport me Jorida Tabakun, por kjo e fundit ka një diferencë të thellë prej 3000 votash fal votave brenda Shqipërisë. Andon Kello, të falenderoj për të gjitha detajet që përcolla.